Bonjour à tous! Mirë se erdhët në episodin e 6 në sezonin të dytë të Ne këtu të rinj dhe kurioz. Unë jam Kresja Dhe unë jam Amarta. Dhe sot mes nesh kemi një të ftuar i cili ka organizuar një ekspozitë arti shumë të veçantë. Ai është Tanas Dushku, bashkëorganizatori i ekspozitës Pranverat Dëshqiptare në Art, e cila bashkoi shumë artistë, veçanërisht piktor nga trevat shqiptare. Zoti Dushku, shumë faleminderit që na u bashkuat. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. Sa e vështirë ishte të organizoje një ekspozitë me kaq shumë artistë nga zona të ndryshme? Ka gjithmonë vështirësi kur merren nisma të tilla, është nisma ime e parë në një grupim kaq të madh, sigurisht që përgjegjësia, domethënë rambi 2 persona që edhe kolegu im Fatos Brykbashi, pra organizuam të dy, unë isha nismëtari ose ideatori i kësaj, gjeta mbështetje dhe e organizuam. Sigurisht që ishte e vështirë. Ne artistët nga natyra jemi të vështirë, në fakt, ç'është e vërteta. Kemi ato tekat tona, kemi ato dëshirat tona, por me pak lodhje ja arritëm dhe doli një ekspozitë shumë e mirë. Madje nga feedbacku që morëm ose nga përgjigjet e publikut, ishte ndoshta ekspozita më e mirë në arte figurative që kishte ndodhur këto kohë. Kështu që doli mirë, doli super. Si u përzgjodhen ata 70 artistë, cilit ishin kriteret? Sigurisht ne kishim kriteret tona, ishte një filtr ku do të selektoheshin artistët më të mirë, po themi më kualitativ të arteve pamore, kryesisht pikturë dhe skulpturë, po sidomos pikturë. Kështu që kishte një filtr për zgjedhjen e gjithë kujt, çdo artist pjesëmarrës kishte ekspozita personale, kishte një CV të pasur artistike, një karrierë të mirë të afirmuar në rrugtimin e artit. Kështu që ndoshta kjo që edhe arsyeja pse doli një ekspozitë e mirë fill të artit. Çfarë do të thotë realisht ndërshqiptare në këtë ekspozitë? Është term ky artistik apo politik? Në fakt asnjëra as tjetra është një term i thjeshtë, lingvistik të themi, ndërshqiptare, çka do të thotë edhe për te trevave. Pra, kishim diasporën, pra kishim Shqipërinë, kishim Maqedoninë e Veriut, kishim Kosovën, domethënë kishim një përbashkim trevash. Edhe Malin e Zi, mos e harrojmë. Kështu që ndërshqiptare për këtë arsye, domethënë që e hapur, që e gjerë si projekt, si bashkëpunim ose si pjesëmarrje. Po, për sa i përket stileve të ndryshme, kishte konflikt mes tyre për shembull midis tradicionales dhe modernes? Kishte në fakt, dhe për këtë arsye ne bëm një ndarje pavionesh, ku salla kryesore, olli poshtë, pra ku hyet tek ekspozita, ishte kryesisht arti modern, pra ishte koncepti që unë kisha në mendje, dhe lart tek shkallët, ndoshta edhe ju vetë e vutre, ishin artistë të plenerit, ishin peizazhistë, pra sikush gjeti frymën e vet dhe u lidh më së miri, pa konfliktuar të themi njëri tjetrin mes tyre. I dham një zgjidhje të tillë dhe doli shumë mirë. Po në Shqipëri çfarë mungon për organizimin profesional të ekspozitave të këtij niveli? Po, pyetje mirë. Nuk mungojnë profesionistët, ka artistë shumë të mirë në Shqipëri, realisht ka artistë vërtet shumë të mirë. Sidomos të frymave apo zhanreve që dhe unë vetë lëvroj dhe kam parë që ka artistë vërtet shumë të mirë, por mungon pikërisht administrimi ose mungon institucioni i dur, që realisht është, por nuk me sa duket nuk e bën shumë mirë punën e vet. Kupton? Dhe mungon institucioni për të organizuar këto lloj eventesh. Kështu që vetë artistët pastaj i japin zgjidhje dhe i marrin vetë këto nisma. Ky është problemi. Ky ka qenë gjithmonë problemi. Domethënë përgjigjja institucionale le për të dëshiruar. Kjo është. Po, për ju personalisht, çfarë ju shtyi ose çfarë ju frymëzoi ta ndërmerrnit këtë nismë? Ka qenë një fantazi, një dëshirë, një ëndër, mund ta quajmë si të duam, e imja, shumë e kahershme, që më në fund gjeti bashkëpunimin e duhur për ta realizuar. Pra ka qenë një dëshirë e imja, që të bëheshin bashkë gjithë artistët, kryesisht arti modern ka keq kuptimet e veta sot, edhe kjo bashkëore nuk do të thotë sot për nesër. Art modern do thotë përjetësi, do thotë vazhdimsi, të ketë zgjidhje të tjera të artit, të problemeve artistike më të thash. Pra jo një art modern që bëhet, pra jo një karamele, të themi që përtypet lehtësisht dhe mbaron aty. Është përjetësi, unë kështu e konceptoj artin modern. Përse u zgjodh pranvera si metaforë? A është kjo një ringjallje artistike apo thjesht një simbol estetik për projektin? Tamam, një simbol estetik, edhe një ringjallje, më tepër ringjallje për nga ana e vizitorëve. Sepse ne jemi në rregull me punën tonë, por erdhi një moment dhe menduam që këtë punë që ne bënim, që mendonim se kishte vlerë, ta shpalosim në publik. Pra që një ringjallje aq sa mundum e qytetit,
Nëse mund ta quajmë. Prandaj kishte edhe këtë nën kuptimin pranvera, jo vetëm për kuptimin që përkonte në muajin e pranverës, por edhe për sensin që njerëzit do të rigjallëroheshin artistikisht, kulturalisht, do të emancipoheshin pak më shumë. Ky ishte qëllimi dhe ky është qëllimi që kjo ekspozitë të vazhdojë në qytetin tonë, për të emancipuar sa më tepër shoqërinë. Pse jo? Po, nëse ju do ta nisit nga e para, do të ndryshoni diçka? Jo, në fakt e keni fjalën nga e para fare, në pjesën e rrugtimit tim ose jo, as pak, jam shumë i lumtur për atë çka unë kam dhe mund të bëj. Sigurisht që ka shumë vështirësi, është një rrugë e vështirë, meqense dolem në këtë pyetje. Është shumë e vështirë për arsye të ndryshme, edhe monetare, edhe mbështetje, edhe të gjitha merat shkojnë bashkë ato. Por kur ti e ndjen atë që është pjesa jotja që ti ke lindur për të krijuar, për të vizatuar, për të pikturuar, siç lind një artist, siç lind një person tjetër me një detyrë tjetër, nuk ja vlen fare të ndalesh apo të kthesh kokën pas. Un kam parë gjithmonë drejt dhe e kam moto këtë që nuk ka përse të mendosh ndryshe nga ajo çka je. Nëse një huaj e viziton këtë ekspozitë, çfarë kupton konkretisht për kulturën shqiptare? Po, në fakt kishte edhe të huaj, pak, por kishte. Unë mendoj që një huaj kur vjen në këtë ekspozitë, pra në ekspozitën që kishim, shikon stile artistike të mirëfillta, shikon një art shumë të mirë, shikon një fuqi shpresë shumë energjike, shumë me vlerë dhe kualitative, që artistët e kanë. Pra artistët e mirë nuk ndodhen vetëm jashtë, por ndodhen edhe në Shqipëri, e thash edhe pak më përpara. Kemi artistë shumë të mirë. Kështu që mendoj se është ishte një event dinjitos që na nderonte ne. Jo vetëm si qytet, po si vend, si shtet, si komb, mendoj. Tani kërkoj një mendim personal nga ju. Si mendoni, arti shqiptar sot është më shumë në krizë identiteti apo zhvillim real? Dgjoj, arti kur janë bërë epokat e mirëfillta e mëdha të artit, janë vendosur shtigjet dhe vulat ku artisti duhet të ecë. Çdo artist ka gjuhën e vet shpresë. Kemi artin realist, kemi artin modernist e tjera. Po e them me vija shumë të trasha dhe përgjithshme. Kështu që nuk besoj se ka krizë identiteti, po më tepër është kjo pjesa e mungesës së tregut të artit, që e bën artistin ndonjëherë të ndalet dhe të kthej kokën pas për fat keq, dhe të shohë ndoshta edhe ndonjë punë tjetër me të cilën mund të mbijetoj. Pra, mungesa e tregut të artit, pastaj kjo vjen reaksion zinxhiri, nuk ka as menaxher arti, nuk ka as kurator, as kritik, se ne bëjmë ekspozita, po ne bëjmë edhe kritikun, bëjmë edhe kurimin, bëjmë edhe piktorin në fund, bëjmë edhe shumë gjëra tjera që nuk do t'i bëjmë ne. Ne duhet bëjmë pjesën artistike dhe kaq. Si kundër një nxënës ka detyrat e veta, apo jo, studion, mëson, del mirë me mësime, kështu që nuk mund t'i bëj të gjitha, nuk mund të bëj dhe pedagogu një student apo jo. Pra ne i bëjmë të gjitha sepse kemi këto mungesa të tilla dhe këto mungesa krijojnë një lloj thyerje të vazhdimësisë, jo një ndalim, jo një pushim, por krijon një ndalim të përkohshëm, një thyerje dhe artistët pastaj kanë problemet e tyre vetjake personale. Sepse ne jemi njerëz, duam të jetojmë, që të krijojmë, sepse është logjike. Kështu që kriza është, por është më tepër pjesën e menaxhimit, mungesës 99.9, mos thënë 100% të vëmendjes së artit, sepse nuk ka vëmendje ndaj artit. Jemi realist. Edhe bota ka problemet e veta, por në Shqipëri ka mungesë të theksuar të vëmendjes ndaj artit. Po. Ka qenë gjithmonë kjo fatkeqësisht. Shumë fatkeqësisht. Të kalojmë pak edhe një herë te ekspozita. Mendoni se publiku e kuptoi mesazhin që synonte ekspozita apo ngeli thjesht në nivel estetik? Po, e thash edhe pak më parë, preka, patëm një reagim, një feedback shumë të mirë. Pra, njerëz të zakonshëm shpreshin mes tyre, unë vetë personalisht dëgjova 2-3 persona që kjo është një ekspozicion më të mira që ka ndodhur. Është një nga ngjarjet artistike më të bukura që kishin parë. Kështu që kjo do të thotë diçka apo jo. E thënë nga një njerëz thjesht që nuk ka asnjë lloj interesi as të ngrer lart as të ul poshtë, po thjesht ai instinktivisht e thot atë fjalë dhe ne si organizator, por dhe si artist, sepse ne ishim dhe pjesëmarrës njëkohësisht, na bëhet shumë qefi. Nuk ishte kjo ajo çka ne prisnim realisht. Nuk kemi pse prisnim ovacione të mëdha kur një fjalë e thënë nga një person i zakonshëm vlen shumë. Cili është hapi tjetër? Mendoni se do të ketë një edicion të përvitshëm në Korçë ose edhe në Shqipëri?
Sa i takon pranverës, ne kemi synimin që ta bëjmë çdo vit, që ta organizojmë çdo vit. Këtë radhë u organizua, si thua, nga vetë ne. Pra çdo kosto e morëm ne përsipër, por në rast se ne do të gjejmë mbështetje institucionale, pra nga bashkia, atëherë kjo do të vazhdojë, do të jetë një ekspozitë, do hyjë në traditën e qytetit të Korçës, që do bëj bashkë artistë nga gjitha trevat. Kështu që do ketë vazhdimësi, të shpresojmë që do jetë e përvitshme. Çdo pranverë mund të jetë ky event. Kismet Zotit. Dhe një pyetje për artistët e rinj shqiptar. Keni ndonjë mesazh për ta dhe se si ata të vazhdojnë rrugën e artit? Kjo ndoshta është pyetja më e bukur. Unë nuk jam tip që dëgjoj këshilla dhe duke qenë se nuk para e kam dëgjuar këshillat dhe preferoj të mos jap shumë, sepse kam qenë shumë kokfort në kuptimin e mirë të fjalës. Ndoshta edhe prandaj jam ky që jam sot, sepse ndoshta kam pasur besim tek vetja. Por do thoja vetëm kaq gjë që artistët duhet të rinjt që pretendojnë të bëhen artistë, po edhe ata që nuk pretendojnë të bëhen artistë, po të bëhen dikush në jetë, kushdo qoftë, duhet të studiojnë dhe të edukohen sa më shumë. Të edukohen sa më shumë. Muzikë cilësore, libra cilësor, kryeveprat e letërsisë botërore, ja u sugjeroj, pse jo të vizitojnë teatrin, të shikojnë ndonjë shfaqje, asa i kemi ne mundësit këtu në Korçë, sepse mundësit janë, nuk është se jemi keq në këtë aspekt. Kështu që të përqafojmë sa më shumë kulturën, edukimin dhe të mos i lëmë pas detyrat që ata kanë për të bërë studimet, leximet gjitha me radhë. Kjo është e vetmja këshill që unë do jepja. Mendoj se të gjithë dëgjuesit që shkuan te ekspozita dhe patën mundësinë ta kuptonin në një nivel më të thellë artin që mori pjesë. Një eksperiencë e veçantë për shpirtin artistik korçar dhe veçanërisht shqiptar. Shumë faleminderit për intervistën, zoti Dush. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi, jeni shumë të mira. Faleminderit edhe ju që pranuat. Jemi i sigurt që keni frymzuar shumë piktorë të rinj, sidomos në Korçë dhe kudo. Faleminderit, të shpresojmë. Faleminderit. Miq të dashur, shpresoj të ketë pëlqyer ky episod. Shihemi tek tjetri. Mirupafshim.